Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po du me ju kallëzu një rast që ka ndodhur në tokat e Turkisë në një fshat prej fshatrave në Turqi atje. Tregohet për një imam i devotshëm, një imam i cili ka pas gajle davetin e njerëzve, thirrjen e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë ka ndodhur me ta? Në anën tjetër ishte një njeri, një i pasur, i cili ishte edhe namazli, i falte edhe namazet në xhamin e këtij hoxhës të devotshëm. Kështu që ky njeriu kishte prej bagëtive dele dhe një pjesë për tyre i shet. Edhe pasi që i pranon të hollat, i merr të hollat, kthehet në shtëpinë e vet, edhe i thot gruas vet, shiko, merri këto të holla dhe domethënë më shehi kur i kërkoj, domethënë ti më kthen më jep përsëri. Çfarë ndodhi? Merr ai gruaja vet, i lën dikun ato të hollat. Nuk shkon një kohë e gjatë, ka qenë muaj Ramazan, edhe si zakonisht e kanë pas tradit turqit edhe ende kanë tradit në përfshatra veçanarisht me thirr imamin në çdo iftar, më thënë fshatarët e thirrin çdo njëri prej tyre, e fton imamin, më thënë në iftar, kështu që radha i paska mbet këtij njeriut që ta thret imamin në një iftar, kur shkon imami aty, edhe futet mrena. Pasi që futet mrena i shen ato të hollat që ja paska dhon ky njeri gruas vet për mirujt, i shen dikun përmja stall, edhe ky i merr që mos hupen ato të hollat, i merr i qet në mushaf, në Kur'an mrenda. Edhe vazhdon, më thënë muhabeti, përfundon iftari, edhe imami shkon te shtëpia. Ta nesërmen ky njeriu thot gruas vet, ku janë ato të hollat? Thot që atje përmja stall i kom lënë. Po thot alijen atje përmja stall të hollat. Thot atje i kom lënë. Thot kur këshyr parët që në aty, atëre thot kush i ka marrë gruaja vet? Thot atëre thot imami i pas ka marrë. Edhe ky zemrohet, thot çysh është i mundshëm, çysh është e mundshme imami me i marrë të hollat. Neve kemi thirr edhe, më thon një iftar, ky në anën tjetër edhe iftar ka hungur, por në anën tjetër ai ka marrë edhe të hollat, që unë me ato parë, më thon faktikisht domethën i kom shit delet dhe përfitimi ka qenë e tërë i jemja. Këta mërzitën, por e gru edhe, më thënë, bëjnë qash shumë durim, por ky mrena vitit nuk shkon hiç në xhami, shkon deri një vjet. Nuk shkon në xhami, nuk don me taku me hoxhën, s'don me ballafaqu me to, thot hoxha mi ka marrë hollat. Kur bëhet viti tjetër, Ramazani tjetër, ta përsëri e ftojnë imamin, thonë diçka, thot gruas vet ta thirrim imamin edhe t'ia kërkojmë çato të hollat, cilat neve na i ka marrë, më thënë vitin e kalum, Ramazanin e kalum. Thirrin imamin, vjen imami, edhe imami çuditet me to, thot s'kom pa që gati një vit në xhami, ku je? Thot s'po vjen më në xhami. Thot unë ato çka e din edhe ti, thot ato të hollat, thot kur të kum thirr në iftar, thot kur ke hyti i parë mrenda, thot kanë qenë ato të hollat mbi tavolinë atje, thot ti i ke marrë. Thot s'o është e vërtet. Imami thot a mu thot po ma thon po ma çet një hajni llokun me një fjalë, me një kuptim. Thot unë domethën isha sebeb, domethënë që ti më marrë në xhami një vjet më s'me të pa dhe ti më pas paragjykim dhe me, domethënë të menduar që edhe ti dhe gruaja jote që në ato parët unë i kam vjedhur, thotë kjo s'është e vërtet, thotë unë i kam pa ato të hollat, por thotë i kam qit në Kur'an mrena. I kam qit në Kur'an, mushaf mrenda. E thotë, qëri që ato parët thotë i keni thotë në mushaf aty mrena. Thotë unë prej mbi tavolinë që kanë qenë i kam qit në mushaf mrena që mos të hupen. Kur e merr ky njeri bashkë me pashortën e vet, e hapin Kur'anin, parët kanë qenë mrenda. Pastaj imami thot, a i gjetet parët? Ata thonë po. Thot që një vjet pas ka kalu, më thonë ju se pas keni hap Kur'anin, se keni qel Kur'anin. Prej Ramazanit kalum, deri në këtë Ramazan. Thot, e tash, kush është hajn? A jom unë hajn që i kom vjedh ato parët, apo ju jeni ata që keni pështru, do më thonë, Kur'anin, apo e keni bojkotu Kur'anin, do më thonë, një vjet shtëpia juve, më thënë ti me bashkëtarën tonë nuk e keni qelë Kur'anin, se sikur ta kishit hap Kur'anin me lexu Kur'an, të nesëmën, të pas nesëmën, për vitit të kalum, ju ato parët kishit me gjetë.
por imami kuptoi që, më thënë, ju se pas keni lexuar Kur'anin që 1 vjet, edhe keni braktisur Kur'anin atje në qyshe, më thënë, nuk e keni qenë Kur'anin. Kështu që nuk bën asesi shtëpi tona që mos të hapët Kur'ani, më thënë, me shkua me vite mos më hap Kur'ani, por shtëpitë e muslimanëve, Kur'anet të cilët i kanë shtëpitë e tyre, çdo ditë duhet të çelet Kur'ani, të lexohet Kur'ani dhe më thënë, të meditohen ajetet e Allahut subhanahu wa taala, ato mësimet që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të përfitojmë që le të bëhet Kur'ani nesër në ditën e Kiametit argument për ne, jo argument kundra neve. Mos e braktisni Kur'anin, lexoni Kur'anin, kapnu fort për Kur'anin, sepse Kur'ani është elementi kryesor që njeriu e çon drejt udhëzimit të Allahut dhe pështon si në këtë botë edhe në botën tjetër. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, para se me dhon shpirt, uddu alaiha bin nawajid, ka thënë kapnu fort për Kur'an dhe për sunet, len të dhillu ebeda, kapnu fort për Kur'an edhe për sunetin tem, ka thënë Rasulullah, për mësimet e mia, kur s'keni më humb edhe në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Më thënë, ata që e braktisin Kur'anin, më thënë, shumë makullaj mundën me humb rrugën e tyre në këtë dynjë dhe në botën tjetër, ndërsa ata të cilët kapën për Kur'an, për sunetin e Rasulullah, të shkojnë sipas mësimeve të Allahut dhe mësimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata kur nuk do të humbin edhe në këtë dynjë, por edhe në botën tjetër, domethënë, kanë me pas grada të larta tek Allahu xhalla shanu xhalla xhelalu. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.